Rama, siç e përmendet grupin parlamentar, shprehu që nuk do ja heqim imunitetin Ballukut. Tani un kam një grup pyetjesh që do t'i bashkoj në një. A ka Rama me Ballukun një pakt të fshet? A mos ndoshta Rama i dhimbse të Ballukut si duket rob i mirë, njeri i mirë, kupton? Apo thjesht Balluku në thonjza politikisht e ka peng Ramën? Si e shikoni ju? Nga të dyja nuk është asnjëra. Po t'ishte thjesht si Balluku, thjesht si Belin, domethënë, si një ministër apo zëvendës kryeministri, ai do ta kishte shkarkuar në sekonda, ashtu siç bëri me Benamenaj. Por me Belin dhe Ballukun ndryshon pak situata, sepse duhet marr pak edhe në histori. Belina Balluku nuk ka qenë për të qenë zëvendës kryeministri në mandatin e 4 të Ramës. Belina Balluku është vënë me urdhër zëvendës kryeministri dhe ka qenë momentet e fundit kur është caktuar Belinda si zëvendës kryeministre. Dhe Rama tashmë nuk është pengë Belinda Ballukut, është pengë atyre që mbajnë Belinda Ballukun. Dhe Rama, unë e kam thënë me kohë që qysh nga momenti kur Belinda Balluku doli nga spaku si e pandehur, unë deklarova dhe thash Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka këllçe për ta hequr. Dhe u vërtetua që Rama nuk ka këllçe për ta hequr Belindën. Dhe gjithë luftën që bën Rama nuk e bën, kjo më tepër të themi që është një luftë private e Ramës. Është private me ata që mbajnë Belindën, jo me Belindën, as me spakun. Se Rama e di shumë mirë që dosjet janë spak, e di shumë mirë se çfarë janë të shkruar në dosjet, sepse qysh nga drejtori më i thjeshtë apo deri te Belinda, emri i Ramës konvergon dhe shkon në të gjithë strukturat. Kështu që ai nuk është se është i trishnuar nga çfarë do të thotë Belinda në spak apo gjatë hetimeve se çfarë do dali. Në mënyrë absolute, ai ka hallin e kokës vet, ka hallin sepse do përplaset. Unë e kam deklaruar që në atë kohë, nëse ky do shkarkoj Belinda Ballukun pa një vendim gjyqësor, se ky vendimin gjyqësor kërkon të thjesht për të justifikuar, atëherë do plasi lufta rrugës dhe ai kësaj trembet, nuk i trembet drejtësisë, nuk i trembet spagut, se ata i ka mbledh, domethënë. Ti bën një pyetje, ç'do kuptoni me luftën e rrugës? Luftën e rrugës, përplasja e bandeve, përplasja ikja e kokës së Ramës, pse që? Ju duket një çudi e madhe? Ja që shohim pak si të paprekshëm, prandaj ju pyes. Ka ndërtuar mafia në shtet. Në mafia shtet ka ligje të tjera. Janë ligjet e rrugës pastaj që vendosin, nuk vendosin ligji i shtetit. Kuptojeni drejt. Nëse ti në organizatën e mafjes, nëse ti tradhton apo bën një veprim i cili bie ndesh me organizatën, ata të heqin qafet, dihet ajo punë. Dhe Rama kësaj i shmanget. Dhe po ta veni re për shembull edhe opozita nuk e përmend kurrë që të thotë që Rama ka ndërtuar mafian në shtet, megjithëse ky ka ndërtuar mafian në shtet. Edhe opozita vetë po vazhdojnë të thonë tek narkoshteti, ngelin ke ajo fjala e narkoshtetit se mafia në shtet nuk e përdorin dot. Edhe vetë opozita se përdor dot. Pra ka ajo frikën e vet nga krau patjetër. Kanë frikën e vet sepse janë gjithë për lirë. Unë jo pa qëllim kam thënë që ne kemi një politik, kemi të quajtur politikan, por nuk janë politikan, këta janë pazarxhi, këta janë parapolitik. Këta janë vetëm me pazare, këta nuk kanë bërë ndonjëherë politik në Shqipëri. Po të kishim bërë politik në Shqipëri, Shqipëria do ishte ndryshe. Rama për shembull nuk në gjithë takimin që bëri me grupin parlamentar, absolutisht nuk tregoi asnjë gjë për sa i përket emaillit që i ka ardhur Ramës, kthehemi prapë te iranianët, emaillit që i ka ardhur Ramës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet kësaj zyrës tregtare, dhomës tregtare të amerikane, për sa i përket portit Durrësit. Jo kam thënë që porti Durrësit do jetë ai që do e haj kokën të gjithëve dhe përfundimisht emaili që erdhi Ramës apo thënie që erdhi Ramës për sa i përket portit Durrësit për ta anulluar të gjithë tenderet, të gjithë veprimet që bëhen në portin e Durrësit, sepse prek strategjinë, prek sigurinë e NATO-s në radhë parë.
dhe Shtetet e Bashkuara, pa llogaritur pasaj. E prek sigurinë e NATO sepse mund të ketë kapital rus? Po, atje ka kapital rus, kinez, Al-Qaeda, gjithë janë atje. Alebari çfarë është Alebari? Dhe unë për ne po them. Që nga emri. Jo vetëm që është nga emri, po pse ka vajt Rama kaq kohë kur ka vajt në Katare, në Arabi Saudite, për çfarë kanë vajt? E kuptoj. Për këtë lloj gjërash kanë vajt. Dhe një nga gjërat më kryesore kush është tek porti i Durrësit, është sepse jam fut shumë themi kompani të cilat nuk janë as kompani, po janë offshore. Dhe po ta veni re dhe ardhja e ministrit të jashtëm të Gjermanisë kur erdhi dhe takoi direkt vetëm Spakun dhe u largua, nuk takoi absolutisht njëri tjetër sepse edhe tek porti i Durrësit ka qenë kompania gjermane e cila u largua, ju dha kroatëve, aty vazhdon akoma me një kompani e gjoja kroate e cila vazhdon akoma dhe bën transportin e mbetjeve. Është një nga pikat ku mafia i ka më për zemër. Mbetjet i ka për zemër. Se është fitim kolosal, të kuptojmë. Dhe pikërisht për këtë Rama nuk flet fare. E kuptoj. Dhe vazhdon i bie trumpetës së Belinës. Të vjen keq që ata që gjoja mbajnë si doktora, profesora të drejtësisë shqiptare, nuk flasin fare, po bëhen bisht i Ramës duke komentuar dhe duke thënë që është i padrejtë, se nuk ka nevojë të hiqet imuniteti, nuk ka nevojë të arrestohet, se bëhen hetimet. Në të njëjtën kohë që janë po këta, të cilët kryen të reformë drejtësi, për cilën sinqerisht ja u them, se nuk është se deklaroj sot se kjo është e shkruar dhe e bërë e thënë me milione herë, por kam qenë njeriu i vetëm që kam luftuar kundër kësaj reforme dhe kam thënë që kjo është një reforme dështuar dhe është një reforme e cila në momentin kur këta ndryshuan kushtetutën dhe ngretën 140 vota pro, kam dalë mas 2 orësh pasi këta bën këtë lloj veprime, kam dalë dhe kam thënë faleminderit që na vendoset diktaturën. Kështu që janë po këta deputet, është po ky parlament, janë po këta politikanë që kanë vendosur dhe kanë qenë dakord për të bërë këtë lloj reforme dhe tashmë që ju bien kurriz, tash i fillojnë edhe kërkojnë ndryshime përsëri të ligjeve, pa marrë parasysh që të qenurit me një mandat nuk të justifikon vjedhjen që ti bën apo dëmet që ti bën Shqipërisë. Nëse do shihni të gjithë rrugët e Shqipërisë janë të shkatërruara, janë të gjitha ato tunelet të cilat rrjedhin, janë jashtë funksionit. Askush nuk flet për shembull për urën e Kuksit e cila nuk arriti ta marri kolaudimin, pra edhe ajo quhet jashtë funksionit, për sa i përket funksionit të cilit ajo është bërë, dhe dalim dhe themi tashmë të mbrojmë Belindën sepse kjo nuk ka vjedhur, nuk ka bërë. Por është edhe çik edhe meta e Spakut, e cila ajo që unë u kam kërkuar këtyre dhe ju kam thënë që domethënë është idiotizëm, domethënë që ti ta akuzosh për mosbarazin tendera apo është përdorim detyre. Ç'është ky shpërdorim detyre? Shpërdorim detyre ti të firmosh një kontratë, supozojmë me 100 milion euro, me 200 milion euro, me 50 milion euro, dhe kjo quhet shpërdorim detyre? Apo mosbarazin tender, se ti ke vendosur se kush do fitoj tenderin dhe ne kemi patash ku ka dalë aksion, ne kemi parë se si janë vendosur tender. Dhe ti ta quhesh mosbarazin tender, kjo është vjedhje e hapur. Dhe Spaku për mua në 7 vjetët e tij nuk ka bërë absolutisht asnjë lloj konfiskimi të pasurive të këtyre personave të cilët bëjnë nga i vit 2 vjet, 5 vjet burg, dalin edhe me shërbim prove
dhe pastaj gëzojnë të gjithë pasurinë që i kanë vjedhur të populli. Për sa kohë nuk bëhet konfiskimi i pasurive të këtyre personave të cilët kanë qenë pushtetarë, politikanë, shtetarë, nuk di, për mua nuk mund quhet drejtësi më, sepse dëmi është shumë i madh i Shqipërisë. Dhe të vi puna të dënohen me 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, thash, këto është papranueshme për një reformë i cili janë harxuar miliona lekë për atë reformë. Dhe në fund fare përfundimi është skandaloz, domethënë. Po të shohësh të gjithë kanë dalë me 1 vit, 2 vjet burg, dhe konfiskim pasurie nuk ka. Për sa kohë nuk ka konfiskim pasurie, ajo nuk quhet më drejtësi.